plot ndërim heshtje për të gjithë dëshmorët e 14 marsit. Lavdi! Lavdi! A që së më lula? Po. Kush ka më vendos lula, dhe vendos lula. Për e në Berishën, kush ka këtu me vendos lula, vendos Elimi şişirdi. Hadi şöyle yavrum buradan. Sonra muhtemelen vermedi oğlum. Zani. Çünkü yılda şekline yakın kur. Tügarat ifadları. Të dashur pjesëmarrës të këtij përvjetori të 14 moshës. Të rreth së dëshmorëve Ali Berisha, Ramiz Berisha, Musli Berisha, Agim Gashi dhe Agron Gashi, pasi që mojtëm një minutë thjeshtje, në kanë ndëruar me pjesëmarrjen e juaj kryetari i komunës së Klinës Zotri Zënun Eleze, pjesëtarët e institucioneve të komunës së Klinës, shoqatët e dalën nga lufta, veteran, luftëtar, invalid, bashkëpunëtar të gjithë. Andaj, për një fjalë rastit do t'japim fjalën kryetarit të komunës Zotri Zënun Elezit. Faleminderit Ramadan. Nderuara familje të dëshmorëve, familjar të dëshmorëve invalid, përfaqësues të organizatave të dola nga lufta shqiptare të Kosovës, komandanti i policisë. Sarë që dhe kujtojmë ditët e lavdisë, populli i Kosovës u sakrifiku, luftoi për këtë ditë që ne sot po e gëzojmë, këtë ditë krenarie. Sigurisht që familjarët po shifet edhe sot që është freskë kujtimi për ata që kanë pas shtrejtë jetën për lirinë e Kosovës. U jemi mirënjohës për sakrificën të gjithë familjeve, dëshmorëve, lavdi e përjetshme jetës dhe veprës së dëshmorëve të fundit. Faleminderit shumë. Nga shoqatat e dolën nga lufta fjalën ka komandanti Binagashi. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje familja. Për këtë ditë madhe, për këtë 14 vjetor të parë që nga shkëndijën e parë, dëshmori jotë, Ali Berisha, pikrisht në vitin 1991, edhe kjo histori u përsërit prapë me 14 mars vitit 1991, ku vazhdojnë të mund lufta deri në qërimin e lutë Kosovës. Une, ju këna përshëndet veç e veç kryetarin, përpjesëmarrjen, zyrtarët komunal, komandantën e policisë, gjithë veteranë, në emër të organizatat veterane, ju shprehi me njohje gjithë që keni gjithë ardhur dhe keni marrë pjesë këtë ditë e madhe. Edhe herë, lavdi dëshmorëve, respekt gjithë veteranë invalidë të luftës së krizës së Gjithashtu për një fjalë rasti, e ftoj familjarën dhe dëshmorëve patën Berishën nga fjalë. Përshëndetje. Më shumë. Të nderuar pjesëmarrës të këtij përvjetori, nderuar kryetar profesor doktor Zënun Elezaj, të nderuar komandant Agim Deka Binagashi, i nderuar komandant i policisë së Kosovës Ragip Bityqi, të nderuar përfaqësues të institucioneve të komunës së Klinës, të nderuar shoqatat e dalur nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar familjet e dëshmorëve, të nderuar invalid, veteran e bashkëpunëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar miq, shok e dashamirë që jeni prezent në këtë përvjetor. Në emër tim personal dhe në emër të familjeve të dëshmorëve, ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë përvjetor.
Me rastin e 14 marsit, në 34 vjetorin e rënies së dëshmorit Ali Berisha dhe 26 vjetorit e rënies së dëshmorëve Ramiz Berisha, Musi Berisha, nga fshati Dushsi dhe Agim Gashi dhe Agrën Gashi nga fshati Sfer. Ne familjarët e këtyre dëshmorëve përveç dhimbjes që gjejmë për mëtetashit ton jemi edhe krenar, sepse ata luftuan dhe derdhën gjakun për lirinë e Kosovës, liri të cilën po gëzojmë ne sot. Pjesëmarrja juaj na lehtëson dhimbjen dhe na bën krenar ne familjarë, sepse rënia e tyre për liri nuk po harrohet, por çdo vit po përkujtohen me vendosje kururash e buqeta lulësh i varët e tyre nga institucionet, shoqata dhe bashkëftetarët e dëshmorëve tanë. Andaj edhe një herë të gjithë juve që ishit prezent të këtë përvjetor, u falenderojmë nga zemra, larti dëshmorëve të kombit, faleminderit për pjesëmarrje. Edhe një njoftim, pasi të vendosim lulët dhe kuroret në përvarët të dëshmorëve, të gjithë ju që nuk kini agjerushëm, nuk kini Ramazan, në këtë të ore e jeni të kënë për nga një kohë të gjithë, ata që nuk kanë Ramazan.
Lavdi! Можете?